ka plas protagonizmi madh gjithandej, nuk di domethënë se ku ka ndalesë të nevojës së secilit për të qenë më i famshëm, më i miri, më i bukur i politikës. Sonte me Sali Berishën dhe me Kris Lasivita, që është gjë e parë dhe rrallë dhe për herë të parë që ndodhet në njëjtën studio televizive dhe për herë të fundit para mbylljes së fushatës, në kuptimin që u mbyll fushata dhe është rradha jonë tani të flasim. Mbroj me Edi Ramon, nuk do i bëj koment sepse nuk jam për të bërë komente, jam për të kryer, le të themi, misionin publik për ai sa flet dot një studio 2 apo 3 orëshe. Mirë, në ndiqni, ndërkohë ne po ndjekim fushatat se si po mbyllen në sheshet e Tiranës, se si garojnë palët për më shumë mbushje dhe më shumë gëzim. Le të shpresojmë që në fund në këtë gëzim mos të jenë të politikanëve fitoret, po të jenë shqiptarëve, po e vërteta është që e dim që jemi larg këtij realiteti. Mirë, na ndiqni për 1 minutë, nisim Top Story.